Ja sa sheqer duhet t'i hidhni kafes dhe kujdesi që duhet të tregoni. Sigurisht të gjithë konsumojnë kafen kryesisht në mëngjes, por edhe kur dalin të shijojnë edhe momente të ndryshme të jetës së tyre. Por sa e shëndetshme është kafeja me sheqer dhe cila është sasia e rekomanduar e sheqerit që duhet të shtoni në kafe sipas asaj që e pini. Të gjitha këshillat e nutricionistëve bashkohen në një pikë të vetme: mos e teproni me sheqerin. Sipas të dhënave, për një filxhan të vogël normal kafeje ekspres, i cili përmban 30 ml kafeinë të lëngshme, sasia e toleruar mund të jetë jo më shumë se 3.1 gram, çka do të thotë më pak se një lugë çaji sheqer. Sipas studimeve, një lugë plot me sheqer në një filxhan kafe ekspres rrit përqindjen e sheqerit më të lartë se sa sasia e sheqerit që përmban një gotë edhe me pije energjike. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rekomandohet një sasi jo më shumë se 25 gram sheqer në dietën tuaj të përditshme.